Merrni një gjethe aloe vera, përdoreni në këtë mënyrë dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Bima aloe verës është e njohur për përfitimet kryesore që i sjell trupit dhe shëndetit tonë. Shumë prej nesh kanë dëgjuar për elementet efektiv që jep aloe vera në lehtësimin e djegjeve nga dielli, por në fakt, ajo sjell edhe shumë përfitime të tjera për shëndetin e përgjithshëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo renditet ndër bimët më të preferuara të Kleopatrës dhe ja disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nëse e përdorni aloe verën në përditshmërinë e recetave tuaja. Aloe vera mund të përdoret si një lehtësuese shumë e mirë edhe kundër djegjeve nga dielli. Nëse prisni bimën aloe verës në pjesë të vogla, pjesën e butë që gjendet në brendësi mund ta përdorni për të lehtësuar kështu lëkurën në rast se keni djegje ose acarime të lëkurës nga dielli. Ajo mund të lehtësojë edhe djegjet. Prisni bimën në mes, merrni pjesën e butë të xhelit që gjendet në brendësi në kontakt të drejt për drejt me pjesën e lëkurës që është djegur, mund të përfitoni në maksimum nga vlerat e bimës. Kështu, rezultatet që do të merrni do të jenë krejt fantastike. Aloe vera mund të përdoret gjithashtu kundër pickimit të insekteve. Pickimet e insekteve mund të sjellin dhimbje të lëkurës dhe djegje të saj, të cilat mund të acarojnë atë gjithmonë më shumë në përditshmërinë tuaj. Aloe vera ju ndihmon të liroheni nga këto djegje dhe pickime, mjafton të aplikoni xhelin në zonën e lënduar. Nëse doni të largoni puçrat ose aknet, atëherë në ndihmë mund t'ju vijë edhe bima aloe verës. Kjo bimë është e njohur për riparimin e qelizave të lëkurës, fal vetive të saj antibakteriale. Të gjitha këto ndihmojnë në parandalimin e puçrave, lehtësimin e akneve dhe gjendjeve të ndryshme të lëkurës. Përdorime të tilla të kësaj bime do të jenë fantastike në shëndetin e lëkurës suaj dhe do të mbajnë larg komplikacionet. Aloe vera është një përdorim fantastik edhe mund t'ju vijë në ndihmë për maskat e flokëve. Përveç lëkurës, bima aloe verës është shumë e mirë dhe e dobishme në lehtësimin e maskave që sjellin për flokun tuaj. Ja mënyra se si mund ta përdorni atë për të marrë vetitë e saj shëndetësore dhe për të lehtësuar kështu komplikacionet. Prisni bimën në gjysmë dhe merrni gjithashtu 2 lugë xhel që gjendet në brendësi. Futni 2 deri në 3 lugë vaj kokosi, 1 deri në 2 lugë mjalt. E vendosni në rrënjën e flokut tuaj dhe e lini për të paktën 40 minuta. Më pas i lani flokun si zakonisht. Përfitimet që do të merrni në këto raste do të jenë gjithashtu vërtet fantastike. Aloe vera është një bimë e mrekullueshme jo vetëm sa i përket lëkurës, por edhe të gjithë shëndetit të njerëzit në tërësi. Përfitimet që kjo bimë do t'i japë në shëndetin tuaj do ta bëjë atë një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese për shëndetin, duke evituar kështu një sër komplikacionesh dhe duke nxitur një organizëm më të fortë dhe më të shëndetshëm. Kjo bimë e veçantë përmban mbi 200 përbërës biologjikisht aktiv si vitamina, enzima, aminoacide, minerale që përthithen sa më mirë në ushqyesit e trupit dhe kanë nevojë edhe për një përfitim më të mirë për shëndetin. Për të përfituar të gjitha vlerat e kësaj bime, sigurohuni ta përdorni atë me kujdes në përditshmërinë tuaj. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë fantastike. Ja 3 mënyra se si mund të kombinoni në përditshmërinë tuaj aloe verën për tipin e lëkurës që keni. Pra nëse keni lëkurë të thatë, mikse ose shumë të yndyrshme, në ndihmë mund t'ju vijë kjo bimë e veçantë, që me aftësitë e saj shëruese mund të bëjë edhe diferencën. Pra nëse keni lëkurë të thatë, mikse ose shumë të yndyrshme, dëgjoni këto këshilla për të kuptuar gjithashtu rëndësinë e kësaj bime. Trajtimi për lëkurën e thatë. Për këtë trajtim ju duhet vetëm 3 përbërës që mund t'i gjeni lehtë kudo. 1 lugë xhel aloe vera, 1 lugë mjalt dhe gjithashtu ju duhet edhe 1 lugë me vaj ulliri. I përzjeni të gjithë këta përbërës në një enë mikse ose xhelin aloe verës, shkrini plotësisht dhe më pas
E vendosni maskën në fytyrë dhe në qafë në mënyrë të njëtrajtshme. E lini të thahet paksa të veprojë për 15 minuta dhe më pas e pastroni atë me ujë. Trajtimi për fytyrën mikse, gjithashtu me bimën aloe verës, mund t'japë rezultate shumë të mira lehtësuese kundër komplikacioneve të saj. Aloe vera është një bime që praktikisht mund të sjellë një ndikim pozitiv për shëndetin tuaj të lëkurës, sidomos edhe për atë mikse. Ajo njihet edhe për përfitimet dhe trajtimet që mund të ketë me 3 përbërës. Në këtë përzieni një lugë gjedhe gjel aloe vera, një lugë gjedhe mjalt dhe gjithashtu edhe gjysmë banane. Hidhini të gjitha përbërësit në një mikser dhe i përzieni derisa të formohet gjithashtu një masë kremoze. E vendosni atë në fytyrë dhe në qafë për 15 minuta dhe më pas e pastroni atë me ujë dhe sapun. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë fantastike. Trajtimi për fytyrën me yndyrë. Merrni xhelin e një lugë gjedhe aloe vera, e përzieni me një lugë gjedhe lëng limoni dhe një lugë me kos. Mundohuni të arrini një masë të njëtrajtshme me përdorimin e kësaj recete. Mbajeni në fytyrë për të paktën 15 deri në 20 minuta. Më pas e pastroni fytyrën tuaj me ujë dhe sapun. Rezultatet nga këto maska do t'jenë mbreslënse në rigjenerimin e lëkurës dhe lehtësimin e acarimeve të saj. Kështu, përfitimet në fund për shëndetin e lëkurës do t'jenë edhe më të mëdha dhe më lehtësuese. Nga djegjet e diellit e pickimet e insekteve. Gjeli aloe verës është një produkt i zakonshëm në çdo kabinet mjekësor. Falë përmbajtjes së lartë të vitaminës C, ajo përdoret gjithësisht në shëndetin e lëkurës dhe jo vetëm. Bima aloe verës është një bimë e veçantë e cila me elementet e saj ushqyes mund të bëjë diferencën për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ajo mund të ofrojë shumë veti të mira shëndetësore. Sipas Silverman, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi aloe verës. Ekspertët Healthline citojnë aloe verën si një bimë shumë të pasur me minerale dhe vitamina. Aloe vera përmban një sër vitaminash që veprojnë gjithashtu si antioksidant, përfshirë këtu vitaminën A, vitaminën C, të cilat ndihmojnë në trupin tuaj të qëndrojë sa më i shëndetshëm dhe të evitoni kështu stresin oksidativ. Ato përmbajnë minerale të tilla si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, mangani, kaliumi dhe zinku, dhe përfitimet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënse në shëndetin tuaj. Aloe vera, sipas ekspertëve, është një bimë shumë e mirë që mund të lehtësojë gjithashtu edhe problemet e kapslëkut. Për shkak të vetive laksative, lëngu aloe verës mund të ndihmojë edhe në përmirësimin më të mirë të shëndetit të zorrëve, duke sjellë kështu rezultate të shumëpritura lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët e Healthline e cilësojnë aloe verën si një lehtësuese mjaft të mirë ushqyese kundër problemeve të kapslëkut. Për shkak të efekteve të saj laksative, aloe vera mund të jetë një lehtësuese shumë e mirë situatave tuaja emergjente, çka do të nxjisë të keni një organizëm edhe më të shëndetshëm. Aloe vera ndihmon në mbrojtjen e lëkurës. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi është një shkaktar kryesor i akneve. Duke ndihmuar në hidratimin nga brenda, lëngu aloe verës mund të përmirësojë gjendjen e lëkurës dhe ta bëjë atë të duket më e shëndetshme dhe më e mbrojtur. Dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet fantastike. Aloe vera ka veti të mira antiinflamatore. Vitamina C, vitamina E, gjithashtu dhe elementet e tjerë ushqyes që gjenden me shumicë të bimë aloe verës mund t'japin rezultate fantastike në rigjenerimin e lëkurës dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Kjo bimë mund të ketë shumë përfitime të mëdha për shëndetin tuaj. Ndaj përdoreni atë me kujdes në përditshmërinë e recetave tuaja dhe në fund rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike dhe lehtësuese për imunitetin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.